Përshëndetje të nderuar teleshikues të RTV Islam, do t'i me bashkë në emisionin Drejt Rrugës së Vërtetë. Deri në momentin e cilës iftarit, unë do të shoqëroj me disa histori dhe do të flasim për disa çështje shumë të rëndësishme. Ditën e djeshme ne folëm për lënien e argjërimit nga ata njerëz dhe për sprovat që ka në këtë botë dhe në botën tjetër. Do të tregojmë një tregim për popullin që nga epshi i ngrënjes e shtyu të ndërpreste ndalesat e Allahut, ndërsa Allahu i shndroi ato në majmun. Ky tregim flet për një grup njerëzish nga Beni Izrailët, të cilët banonin afër Bregdetit. Peshqit u vinin vetëm ditën e shtunë, kështu që ata i gjuajtën ditën e shtunë fshehurazi dhe i hëngrën me gjithë dijen se Allahu madhëruar u kishte ndaluar punën në ditën e shtunë, që ta veçonin vetëm për adhurim. Allahu nuk u përshpejtoi ndëshkimin, ndërsa filluan të përshkonin haptazi dhe të shtinin në përtregje. Një grup prej vepërmirëve i ndaluan nga kjo punë e shëmtuar, i këshilluan këta shkelës të ligjit të Allahut, por me që nuk hasën në mirëkuptim dhe nuk u avun veshin këshillave, Allahu i shndroi në majmun. Shkruan vepërmirat një ditë tek ata dhe i gjetën të transformuar në majmun. Vinte njeriu të shtrëndruar në majmun tek fshinji i tij devotshëm dhe merrte erë rrobave të tij e qante. Nuk ishte mundësi të fliste sepse ishte shndruar në majmun. Fshinja kthente duke qortuar: "A nuk të kam ndaluar nga kjo?" Ai pohonte me kokë, sikur donte të thoshte se po, më ke ndaluar, por nuk e përfilla këshillën tënde. Hasan el Basriu ka thënë: "Për Zotin, kam ngrënë ushqimin më të keq, i cili sjell dëshpërimin më të madh në dynja dhe në shkim më të gjatë në ahiret. Ti, që haptazi, gjatë ditës së Ramazanit ke ngrënë ushqim më të keq, a je i sigurt se Allahu nuk do të shndrojë në majmun apo kafshë tjetër për shkak të ti mëkati? A je i sigurt se ky ushqim nesër në ditën e gjykimit nuk do të shndrohet në zjarr nëse nuk pendohesh? Kështu pendohu para se të kaloj koha." Gjithashtu, për ato njerëz që janë lënës të argjërimit, do të kenë ndëshkim në varr dhe në ditën e gjykimit. Lidhja të nyja e këmbës dhe gjakderdhja. Lexoje: Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Derisa isha duke fjetur, më erdhën dy veta dhe më kapën për krahëve e më shpun tek një kodër e vështirë për t'u ngjitur. U thash: s'kam forcë për t'u ngjitur." Than: "Ne ta lehtësojmë." U ngjita derisa u rrita në mes të kodrës, ku dëgjova zëra të tmerrshëm. Thash: "Çfarë janë këta zëra?" Than: "Të qarat dhe bërtitura e banorëve të zjarrit." Pastaj u nisëm dhe gjeta veten në mesin e një populli të lidhur nga nyja e këmbës, me qafa të prera, prej të cilave rrithte gjak. Thash: "Kush janë këta?" Ata më thanë: "Janë ata që hanë para se të përëndoj djedhi në ditën e Ramazanit." Nëse ky dënim i tmerrshëm është për ata që argjërojnë, por nga mos kujdesi hanë para përëndimit të djedhit, atëherë cili është dënimi për ata që nuk argjërojnë fare? Përveç kësaj, kush ka dëshirë të lidhet për këmbe si kafshë prerë në thertore, së cilës si pritet qafa derisa t'u derdhet gjaku? Kush ka dëshirë ta shijojë këtë dënim të keq, le ta prish argjërimin pa arsye në Ramazan? Kjo nuk është e gjitha. Më parë thamë se dietarët islam janë unik, se ai që e prish argjërimin pa arsye është më mëkatar se zullumçari dhe konsulmuesi i alkoolit. Dëshiron të dish se cili është dënimi i tyre. Dënimi i atyre që bëjnë zullum, imoralitet në varr është se ata janë në të sikurse një furrë, pjesa e lartë e së cilës është e ngushtë, ndërsa ajo e poshtmja është e gjerë.
Ata janë lakurish, ndërsa zjarri vjen nga ana e poshtme. Kur vjen kjo flak, klithen dhemshëm. Me këtë kuptim e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Ky është njëri prej dënimeve të shumta të atyre që bëjnë imoralitet, kurse ai që e prish argjërimin pa arsye është dhe mëkatar, ndaj dënimi i tij është shumë fish më i rëndë. Sa i përket zullumçarit, për këtë ka një dëllim të dëmshëm, sepse ai bën pjesë në grupin për të cilën Allahu thotë, përgjegjësia, ndëshkimi është vetëm kundër atyre që u bën njerëzve pa drejtësi dhe kundër atyre që pa fare arsye bën çrregullime në tokë. Për të tillët është një dënim i dëmshëm. Ibnul Qayyimi tregon se një shok i tij ka thënë: ishte afruar koha e perëndimit të diellit dhe isha ulur te varrezat, kur ja, për një varri, dolën shkëndia zjarri sikurse një ibrik i vogël qelçi. I vdekur ishte në të. Fillova t'i fërkoja sytë të them, a jam duke fjetur apo jam zgjuar. Pastaj u ktheva nga muret e shtetit të lashtë. Për Zotin, nuk kam fjetur. Pastaj, i habitur, u ktheva te familja ime. Më sollën në ushqim, por nuk munda të haja. Dola në qytet dhe pyeta për të vdekurin dhe mësova se ishte një zullumçar i cili ishte varrosur po atë ditë. Ndërsa, sa i përket konsumuesit të alkoolit, për të, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vërtet, Allahu është besatuar se atij që pi pije alkoolike do t'i jap të pi nga tinetul habali. Thot, o i dërguari i Allahut, ç'është tinetul habali? Tha, djersët ose lëngu që rrjedh prej banorëve të zjarrit. Pra, t'i lënë në zjarr gjërimit pa arsye. Nëse këto ndikime janë paraprar për ata mëkatet e tyre, janë më të lehta se të tuat, atëherë cili mendon se mund të jetë dëshkimi yt në dynja, varr dhe ahiret. Shkaqe që qëndrojmë pas këtij mëkati të madh, shkaq të tilla ka shumë, por më kryesorët janë dobësimi i besimit në Allahun dhe me lajket e tij. Kush beson bindshëm se Allahu është Aziz, i plotfuqishëm, Xhebar, mbizotërues, Mutebekir, i madhërisëm, nuk do ta përdorësën të rinë e muajit të Allahut. Kush ka bindje të fortë se Allahu është Alim i gjithdijshëm, Habir i informuar hollësisht, nuk ka mundësi që të fshihet nga shikimet e njerëzve që ta prishë argjërimin duke ngrënë pirë. Ai nuk ja lejon vetes që ta bëjë Allahun shikuesin më të parëndësishëm për të. Allahu i madhëruar për munafikët thot, ata fshihen, turburohen për njerëzve e nuk turburohen për Allahut. Ai është me ta e kur planifikojmë shehta thënie me të cilat nuk është i kënaqur, ai Allahu nuk mund t'i shpëtojnë veprimet e atyre. Kush e bën këtë mëkat të madh, a nuk turburohet prej melekeve që shkruajnë çdo gjë me të cilën ai e prish argjërimin? Thot Allahu: kurse ndaj jush kanë përcjellësit, janë shkrues të ndershëm të Allahut, ata e dinë se çka punoni. Njëri prej sahabëve ka thënë: vërtet, me ju janë ata që nuk ju ndahen, turburohuni prej tyre dhe nderojeni ata. Humbja e interesimit për fen nuk duhet harruar se ndjenja fetare është ajo që shtyn njeriu të friksohet prej Allahut dhe të argjërojë, të kryejë obligimet fetare dhe t'i braktisë ndalesat. Rrjedhimisht, kur të dikush te feja ose vetdia fetare janë në nivele të dobta, ai nuk do të argjërojë që ta ruajë fenë e tij dhe nuk bën durim ndaj lodhjeve të argjërimit për hir të fesë së tij, sepse për fat të keq nuk ja di vlerën e fesë së tij dhe nuk e di se kjo fe është dhuntia më e madhe, dhurata më e madhe që na është dhënë. Allahu ka thënë: sot përsosa për ju fen tuaj, plotësova ndaj jush dhuntin time,
zgjodha për ju Islamin fe. Hasan el Basriu ka thënë: o njeri, feja jote, kujdesu për të, nga se ajo është mishi dhe gjaku yt. Ti që humbar gjërimin, a mund të lejosh që të humbasësh gjakun dhe mishin tënd? Mos respektimi i shenjtërive dhe ndalesave të Allahut të madhëruar. Kush e prish agjërimin pa arsye është person që tallet me ndalesat e Allahut dhe nuk i respekton argumentet e Allahut dhe të fesë së tij. Shkaku i këtij problemi është prishja e zemrës dhe zhveshja nga devotshmëria, sepse Allahu thotë: kjo është kështu, e kush madhëron dispozitat e Allahut, ajo është shenjë e devotshmërisë të zemrave. Pra kështu, kush madhëron atë që Allahu e bëri të shenjtë, ajo është më dobishme për të Zoti i vet. Harrimi i vdekjes, ndëshkimi i varrit dhe situatave të kiametit. Ai që prish agjërimin pa arsye e gjen të painteresuar për tjetër gjë përveç dynjas e arritjes së kënaqësive dhe tubimit të pasurisë. E shet tek vrapon për këtë botë si një kafshë e egër, nuk një fe, as të mban rritë fitare. Nuk është çudi që tjetë si kur sa ai për të cilën thuhet: ngorësir natën, gomarditën, që nuk ka preokupim tjetër përveç epshit të tij. Allahu i madhëruar thot: edhe ata që din nga jeta e kësaj bote, është dije e cekët, por ndaj jetës së përtejshme, ndaj ahiretit, ata janë plotësisht të verbëruar, të painteresuar. Shtimi i sprovave dhe epsheve. Sprova e femrave është një prej sprovave më të mëdha që godasin zemrat e njerëzve. Shumica e atyre që pa arsye nuk agjërojnë, do t'i gjesh të zhytur në këtë fatkeqësi direkt ose indirekt. Për shembull, do ta gjesh se ka lidhje me femra dhe shikon revista të shëmtuara dhe ka varësi nga to, të cilat shkatërrojnë fen, moralin dhe zemrat e tyre. Sado që t'jetë kënaqësia e madhe në këtë haram, ajo asesi nuk krahasohet me një zhytje në zjarrin e xhehenemit. Të vërtetën ka thënë Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, kur ka thënë: nuk kam lëmë sprovë më të madhe për meshkujt e umetit tim se sa femra. Gjithashtu ka thënë: vërtet dynjaja është lulevile e gjelbër dhe Allahu ju ka bërë ju kalife, me këmbës përgjegjës dhe rregullues në tokë, kështu që shikoni se si punoni dhe friksohuni dynjas, friksohuni grave, nga se sprova e Beni Izrailve ishte në gra. Shkatrimi i moralit dhe humbja e rolit të familjes dhe shoqërisë. Ky është problemi i problemeve. Shumica e bijve të muslimanëve nuk ka marrë fare eduket fetare në shtëpi, as në shkollë, as në universitet, madje as në xhami. Kur do të edukohen që të respektojnë urdhëresat dhe ndalesat e Allahut të madhëruar? Kur do ta bësh për hi birin që ta agjërojë apo të mos, ndoshta prindërit e tij kanë qenë ata që e kanë urdhëruar për të ngrënë dhe kanë ndaluar nga agjërimi. Kjo pengesë ndodh me të gjithë faktin se agjërimi nuk i shkakton asnjë problem serioz. Sahabët i urdhëronin fëmijët e tyre të vegjël të agjëronin, ndërsa i hutonin me diçka që të mos hanin. O ju që besuat, ruajini veten dhe familjen tuaj prej një zjarri lëndjekse, e të cilët janë njerëzit dhe kurët. Atë zjarrin e mbikëqyrën e engjëjt e rrept e të ashpër që nuk e kundërshtojnë Allahun për atë gjë që ai i urdhëron dhe punojnë atë që janë të urdhëruar. Ndërsa Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: të gjithë jemi kujdestar dhe të gjithë jemi përgjegjës për atë që është dhënë në përgjegjësi. Distancimi nga të mirët dhe shoqërimi me të marrët. Në shumicën e rasteve kur njeriu shoqëron atë që e prish agjërimin, e imiton dhe nuk e agjëron, ai i ofron një cigare dhe prish agjërimin, ose thërret një kafe në një bar, ose nxit që të prish agjërimin
Në hadithin që transmetohet nga Tirmidhiu, Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: njeriu ka moralin e atij që shoqëron, andaj shikoni se me kë shoqëroheni. Njeriu i shtrembur zakonisht ka dëshirë të shtrembërojë dhe shokët e vet, ashtu siç është vetë, dhe kështu së bashku të jenë në zjarr. Gjua e tij thot: shoku yt në dynja e është në hashër prej saj, ti je shoku im në çdo vend. Nëse jam në vatër të dëshpërimit, xhehenemit, unë dhe ti do të jemi bashk në dëshpërim e në nënçmim. Të vërtetën ka thënë Allahu, e kur të vije ai jo besimtari para nesh, do të thotë: të kishim qenë larg me vete, sa lindja me Perëndimin, sa shok i keq je ti, dhe sot për shkak se ishit zullumqar, shoqërimi juaj nuk do t'ju bëj dobi në vuajtjet tuaja. Shpreha e keqeve e gjërave të ndaluara apo të lejuara. Pirja e duhanit, për gjërave të këqësia të ndaluara, të cilat i shtyjnë disa njerëz të prishin argjërimin, është dhe pirja e duhanit, për ndalimin e së cilës janë publikuar dhe fetva të dietarëve. Në fetvan e fundit shtetërore të publikuar nga sektori i fetvave në Egjipt, theksohet se pirja e duhanit në çdo peshore sheriatike është e ndaluar. Dispozita e pirjes së duhanit gjatë argjërimit është pyetur dietari i njohur Muhammad ibn Salih el-Waitham, që me që duhani nuk është ushqim as pije dhe nuk arrin në bark, llogaritet prej gjërave që e prishin argjërimin, dietari u përgjigj: dije se pirja e duhanit është ndaluar, qoftë në Ramazan apo jashtë, ditën apo natën. Ta kesh frikë Allahun për veten tënde dhe hiq dorë nga konsumimi i tij. Ruaj shëndetin, dhëmbët, pasurinë, fëmijët dhe energji me familjen tënde në mënyrë që Allahu të begatoj me shëndet. Sa i përket fjalës e duhani, nuk është pije, them: a thuhet filani po pi duhan? Po pra, thuhet ai pi duhan dhe pirja e çdo gjëje sipas mënyrës së saj llogaritet pije. Ajo që e veçon këtë nga të tjerat është se përveç që është e dëmshme, është dhe ndaluar. Arsyetimet e dobta të disa njerëzve. Arsyetimi atyre që thonë: unë nuk argjëroj nga se në realitet nuk falem. Këtij njeriu i përgjigjet fjala urtëpopulore: arsyeja është më e keqe se mëkati. Nëse ky person ka për qëllim se argjërimi i tij nuk pranohet nga se ky nuk është musliman, sipas asaj që disa dietarë gjykojnë me kufër mosbesim, atë që nuk falet nga përtatësia, atëherë përgjigjja për të është e lehtë dhe e qartë: e ke obligim të falesh, që ti jesh musliman, e të argjërosh, e të pranojë Allahu argjërimin tënd me nderin e tij i pastër, dhe ai i pastër është ai dhe i lartësuar. Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: Allahu e fal atë që kërkon falje. E nëse nuk ka qëllim për këtë kuptim, sepse disa dietarë të sinqertë dhe të besueshëm e kanë gjykuar lëndësin e namazeve nga përdatësia, jo me kufër, por ka për qëllim sa i patjetër duhet punoj sipas Islamit në tërësi, ose ta lërë atë në tërësi. Përgjigjja ndaj tij është se duhet që çdo musliman të kryej farzet që i ka obliguar Allahu, derisa të arrijë kënaqësinë e plotë nga Allahu dhe mëshirën e tij. Pastaj, ai që argjëron nuk falet, ai nuk pyetet për argjërimin, ndërsa për namazin, domethënë lëshimin e tij, do ndëshkohet nga Allahu i madhëruar. Po kështu, se vapi i argjëruesit i cili të kryen të gjitha farzet dhe ruan kufin të Allahut, është më i vlefshëm se të tjerët. Të parit i bie përgjegjësia tek Allahu për farzet, dhe për këtë kemi shpresë se do të shpërblehet me shpërblim të mbërëntuar, si rezultati i lidhjes së kënaqshme mes tij e Zotit, ndërsa sa i përket të dytit, ai nuk arrin nga argjërimi i tij asgjë, përveç mosdhënies llogari për të, sepse për të nuk ka shpërblim, përveç ata
që i madhëron, që i mëshiron Allahu. Së fundme, i themi këtij personi që as nuk falet as nuk agjeron, përse tërë kjo arrogancë? Tani duhet ta ndërpresim pas është momenti i cilës i tarit agjerim të pranuar të gjithë agjëruesve. Selamun alejkum.